U rikthyem në studio me mysafirët tjerë të cilët unë jam shpirtëruar, jam familiarizuar me ta, është për të 11 vit me radhë, Shkupi po bëhet një koqir i një prej ngjarjeve më të mëdha sportive në vend për turneun ndërkombëtar të Mundjes Shkupi Open 2025. Të vit turneu shënon një rekord historik, me mbi 220 garues të regjistruar nga 11 shtete pjesëmarrëse, me syre Shqipëria, Kosova, Turqia, Franca, Slovakia, Bullgaria, nuk jam gabim, apo Gjermania, Rumania dhe Slovakia, Moldavia dhe Maqedonia e Veriut. Ky është turneu i parë në vend që arrin një numër kaq të madh pjesëmarrësh ndërkombëtar, ndërsa vetëm nga Bullgaria vinë 7 ekipe, Franca dhe Slovakia vinë me nga 2 ekipe. Përveç garuesve, vëmendje të veçantë pritet marrë edhe referimi, i cili do të jetë në nivel të lartë profesional me refer të licencuar olimpik nga jashtë vendi. Atmosfera do jetë në Pallatin e Sportit të shkollës Zeflush Marku, ku pritet të jetë atmosferë e zjarrt, pikërisht nesër në ora 11, ku sportistët do të marrin edhe forcat për pasionin për mundjen në një gare që tashmë është bërë trandi dhe krenari. Mirëmëngjes, kemi këtu trajnerin Yasin Rexhallarin, kemi po ashtu edhe Harunin dhe Abdulazizin Mundsi, të cilët janë të përgatitur jashtëzakonisht shumë për nesër. E shoh Yasinin pak sa të lodhur, ndoshta edhe nga organizimi, po ndoshta edhe nga stresi që nesër ju pret një ditë e madhe, apo? Po, ato vetë se kanë faleminderit pikëspari për ftesën që ndat kohë të flasin për këtë turne që do mbahet për spari herë. Në fakt, turneu është bëhet për së dyti herë, edhe vitin e kaluar, por me kaq për masa të madhe të garuesve, është një turnir që nuk është organizuar më parë në vendin tonë me mbi 200 garues në një eveniment që me të vërtet kaq shumë me pjesëmarrje, edhe neve nuk e kemi pritur që të jetë kaq interesimi i madh nga vendet evropiane, po shpresoj ta tregojmë atë mirë pritjen që kemi. Jemi një koqir, po. Kjo do të thotë që vitin e kaluar me atë mikpritje që kemi pa, tash interesimi është shtuar edhe 50% më shumë për këtë turne. Po nëse vazhdon kështu, në mot ku do i qoj më shumë se 220, duke i mirë pritur kështu, duke i bërë një koqir kaq të mirë, ndoshta do e rrisim edhe më shumë interesin e kësaj gare dhe do ndihet në nivel edhe më internacional. A mendon ashtu njëjtë? Mendoj për çdo vit ta rrisim nivelin e garuesve, nëse nuk i plotëson kushtet palestra, vitin e ardhshëm nëse do duhet të marrim edhe ndonjë palestër më të madhe që të duket edhe më mirë. Harun, si po ndihesh do të marrësh pjesë në këtë turne kaq të madh, sepse nuk është më aq i vogël, ky është nga ato turnet sikur kur je jashtë vendit, ka kaq shumë garues, je i përgatitur? Po, unë jam shumë i lumtur që do të marr pjesë nesër në turneun tonë. Jam dhe i përgatitur se do të ketë shumë shtete dhe mundës të fortë dhe të mirë. Pretendon ti fitosh gjithë? As nuk e di thoja. Po ti, Abdulaziz? Unë jam i përgatitur për këtë turnej se ka shumë garues të mirë dhe të mirë nga jashtë veni. Janë të gjithë të përgatitur, gjithashtu si që unë jam i përgatitur dhe jam i lumtur sepse turneu që u ka organizuar i klubit tonë është. Po, këtë dua të lidhem. Deri më tani keni performuar jashtë, ndërsa tani po performoni para vendit tuaj, ku do kenë mundësinë t'ju shohin edhe më të afërmit tuaj edhe është ndjesia ndryshe kur publikun e ke vendas e ke shqiptar. Ka emocion të veçantë kjo? Ka emocion, normal që ka emocion sepse na shikojnë të dashamirët apo që na përkrajnë neve, na shikojnë prej ngatit, jo prej në për... Në televizion, po. Harun, ti ke më shumë emocione shkaku se nesër do e kesh edhe familjen aty, shokët, miqtë e klasës, të cilët do të jenë për të parë duke performuar? Po, unë kam shumë emocione se do të ketë një publik të madhe familjare dhe është një emocion më i veçantë. Është mision më i veçantë ku jam e bindur se do e japi maksimumin djelmosha tanë. I përmenda pak a shumë shtetet, Yasin, për dua më detajisht më thua për sa shtete, kush do jenë pjesëmarrës, nga sa ekipe, si ishin marrëdhëniet, ju bët ftesa të gjithëve, do më thuash pak më gjërësisht rreth shteteve që do jenë pjesëmarrëse, lutem? Pra, do fillojnë Shqipëria, Kosova, të gjitha klubet nga Maqedonia e Veriut, 7 klube vetëm nga Bullgaria që janë paraqitur,
me të vërtet edhe prej këtyre garuesve ka edhe medalist evropian. Janë 3 garues që janë në 5 më të mirët të Evropës. Njëri prej tyre do jetë edhe Abdulazizi, si dhe 2 nga Bullgaria që janë në 5 më të mirë të Evropës. Kemi ekipin nga Moldavia që me të vërtet janë një fuqi ata njihen evropiane. Kemi ekip nga Rumunia që kanë që ne vetëm se vazhdojmë ti forcojmë ato lidhje që i kemi në klub me klub, që vetë marrëdhëniet që me të vërtet edhe në të ardhmen do vazhdojmë jo vetëm në turne, po edhe me pregaditje të përbashkëta. Kemi 2 ekipe nga Slovakia, 2 ekipe nga Franca. Franca më erdhë që di se Franca merresh ka me këtë sport. Po, ato vetë se janë edhe në mesin e 5 ekipet më të mira në Evropë. Apo, duke pas kam ditur, kërkojnë ndjesë sepse... Ato kanë më shumë mundësën të neutralizuar nga vendet ruse, por... Po, që jetojnë dhe bashkë, okej, veprojnë atje. Kemi një ekip nga Polonia që ato vetë se nuk kanë arritur tani në aeroport, ku vetëm se ekipi jonë ka shkuar që ti pret. Kemi një ekip, 2 ekipe janë edhe nga Greqia, që me të vërtet edhe dhe jetë një konkurencë shumë e madhe. Kemi një ekip nga Turqia, që ato vetë se edhe ato nuk kanë arritur, ku sot dhe jetë edhe peshimi zyrtar, nesër vetëm se në ora 11 vetëm fillojnë edhe garat e eliminuese, në ora 4 do fillojnë edhe hapja solemne, ku do i prezentojmë të gjitha shtetet, të ketë edhe pjesëmarrje nga institucionet, si nga Ministria e Sportit, nga komuna jonë, që na kanë dalur në ndihmë për se me të vërtet pa ndihmën e institucioneve, normalisht nuk mund të organizohet. Pa ndihmën e të gjithë donatorëve që kanë ashtu, se çdo shpenzim nëpërmjet këtij organizimi i ka takuar klubit tonë, si që të rinë ato dynat, të gjithë këto garuesje që janë mbi 200, me të vërtet pa ndihmën e donatorëve, pa ndihmën e institucioneve, kjo organizim nuk do ishte në këtë nivel kaq të lartë. Këtu doja parës dhe të lidhem. A kishte sfida gjatë organizimit, sepse ti akomodosh gjithë ata garues, mbi 200 garues ti akomodosh, të jesh i sigurt për sigurinë e tyre, të kujdesesh për çështjen e sigurisë së tyre, është e vështirë. Të dalësh ti presish, tu mundësosh gjithçka. Çfarë sfida kishit? Për krahjen e the nga komuna e Çajrit? Nëse nuk jam gabim dhe nga donator tjerë të cilë... Dhe nga donator privat, që me të vërtet pa ndihmën e tyre, ky eveniment nuk do ishte kaq i lartë edhe me kaq pjesëmarrje të madhe. A luan rol që në Maqedoni tani do jetë ky turnament me kaq numër të madh? Ndikon kjo edhe në seriozitetin tonë? Nuk është mbajtur, përveç se kampionat evropiane që është mbajtur në Maqedoni, ndonjë turne ndërkombëtar me kaq nivel dhe me kaq shumë garues nuk është mbajtur ndonjëherë në vendin tonë. A do ndryshon në seriozitetin më veç se të pjesëmarrësve tanë edhe në vende tjera kur do të garohet? Kjo nuk është e mira vetëm e klubit tonë. Kjo është e mira e të gjitha klubeve që do marrin, sidomos klubeve nga Maqedonia edhe Kosova. Pasi që me të vërtet ju mundësohet që ta shohin veten ku janë. Do garojnë me mundës që Turqia është fuqi evropiane, mund të them edhe fuqi botërore në mundje. Kemi garues nga Franca, kemi garues nga Moldavia që janë për çdo vit në treshin më të mirë të Evropës. Kjo me të vërtet nuk është puna që vetëm klubi jonë do merr eksperiencë nga kjo garë, po të gjitha klubet në rrethin, të gjitha klubet nga Maqedonia do ju mundësohet që të garojnë me mundësat më të mirë të Evropës dhe kjo do ju ndihmoj ative që të fitojnë eksperiencë, që të përgatiten edhe më mirë për garat balkanike dhe gara evropiane. Si janë Hamit pritshmërit tua për nesër? Pret të fitosh? Po pret se jam i përgatitur për turnerin të. Dhe pak më shumë më jap fuqi se është turniri i ditë që po organizohet tu. Dhe shpresoj nesër të marr vendin e parë. E shef Hamiti, me njerë vendin e pare kemi, ty të kemi kampion gjithmonë, ku do që shkon, kushtu që edhe ty edhe Abdulazizim. Ti Abdulaziz, veç se je i pregaditur, cilat janë pritshmërit. A ke pas ndonjë pregaditje më të veçantë rreth kësaj, apo janë pregaditjet standarde që i bëni si gjithmonë?
Janë standarde gjithë pregadit më bashkë për të arritur rezultat të mirë. Pres që të fitoj të marrë vendin e para, me vendin e para shpresoj. Ku jemi tek vendet e para, e keni përmendur se rol të referimit do jetë shumë me nivel tjetër, në nivel më të lartë. Çfarë do na tregosh për referët të cilët nesër do bëjnë edhe seleksionimin të cilët janë me licenca olimpike që do marrin pjesë në këtë turnament? Pra që edhe do jetë në mënyrë më korekte që është të mbajtur ndonjëherë. Kemi refer, mos të ketë anime, pasi që me të vërtet qofse edhe referët anojnë nga ana jomë, se jemi ne një koqirë, atëherë vitin arshëm nuk do na vinë ato garues. E vërtet. Atëherë, po thëmë pse të vinë prej, shemë dikush ka ardhur me di fluturime deri këtu na dhe vjen këtu për që referit ta dëmton ose diçka, por atë mënyrë kemi zgjedhur referët më të mirë që janë nga Ballkani. Kemi një refer nga Rumunia që ka që është i licencuar me licencë olimpike. Kemi gjithashtu nga kategoria e parë që janë referi nga Bullgaria që do garon. Kemi edhe një refer që ka licencën e parë nga Maqedonia. Më thonë, i kemi kombinuar të 3 referet, të jenë edhe ndihmësat e tjerë, por këto refer me të vërtet besoj që nëpërmjet këtyre niveli i garës do jetë më transparent që është mbajtur ndonjëherë në këtë vend. Po garuesit tam po pretendojnë dhe luftojnë për vendin e parë. Ju si e shihni këtë? Po garuesit tonë, unë shpresoj që ta japin më të mirë nga vetja. Abdulazizi kthehet pas një dëmtimi që kishte para 3 muajve. Abdulazizi ishte edhe i 5-ti në kampionatin evropian këtë vit, ku shpresoj nesër Tani është gjithçka në rregull? Është i përgatitur në maksimum, ku shpresojmë që nesër ta dëshmon vetin që është më i miri në kategorinë e tij në Evropë. Sa kategori do jenë të ndarë nesër? Nesër do jenë 10 kategori do jenë në grup moshat deri në 15 vjet, kurse në grup moshat më të vogla deri në 11 vjet, edhe aty do jenë 10 kategori. Ajo ka ndihmuar edhe eksperienca më pashme, sepse që të dy, gjitha herë që keni ardhur në studion time personalisht dhe emisionin ku kemi qenë bashkë, keni ardhur për faktin se jeni kthyer me shumë trofej nga ngarat e ndryshme. Ajo ka ndihmuar kjo edhe ta përfaqësoni klubin Shkupi sa më mirë nesër dhe të keni vetë besimin mbi nivel dhe ju ti pritni tani mundësit tjerë. Abdulaziz? Po, kjo në ka ndihmuar dhe ne njëjtë kemi mik pritur mundësin nga jashtë që janë, që na kanë mik pritur ato mirë, na kanë respektuar dhe ne njëjtë. Edhe ju njëjtë nesër? Po. Po, në gara nuk ka aty. Në gara... Nuk ka leshime. Në gara nuk dua të më dilni pa çmime. Hamit? Ty të kaluajtur rol ajo që nga çdo shtet ke ardhur me nga një çmim që nesër mos ta kesh fare mëri që do performojsh para 220 pjesëmarrësve? Po, në turneut të kaluar që kam marrë një provojë për të luftuar më fort dhe më mirë për nesër, që do t'jetë në turnirim. Po, trajneri tregon se edhe referët do jenë me licenca olimpike. Luan kjo rol për juve? Mendoni se do ja merrni zemrat edhe atyre me punën tuaj dhe me performancat e juaja? Shpresojmë një dhe është më mirë për ne, sepse janë refera me sprovoje, janë refera që nuk bëjnë hile, të themi, po. Do janë të realt. Po. Amit? Po, dhe unë njësoj mendoj. Amiti mendoj se futet as që e mendon se ka refera, po ai do e jep maksimumin
që të gjithë do i mahnit dhe përsëri do e kemi si kampion. Unë jam shumë binse se njëri nga djelmosha tanë cili do që tjetë nga klubi Shkupi do ketë të jetë pak të në njërën prej garave, në njërën prej kategorive fituesjasi. Unë jam optimiste. Përveç Harunit dhe Abdulazizit nga klubi jonë do garojnë edhe 4 mundës. E thashë edhe cili do djallë se e di që ka më shumë. 40 mundës nga klubi jonë do jenë pjesëmarrës në këtë turne. E do të më thuash se njëri nuk do jetë fitues, nuk mundesh të më bindesh, ja se nuk mundesh. Me të vërtet është një konkurencë pasi që kur i kam përgatitur ato listat që janë paraqitur mundës, me të vërtet për çdo kategori ka nga 20 mundës. Me të vërtet do jetë një konkurencë mjaft e madhe ku shpresoj që nesër jo vetëm 100%, po më shumë se 100% ta i lanë edhe atë gjithë që kanë nga vetja ati që deri që të shpallët kampion, me të vërtet dhe jetë një ditë e vështirë. Një ditë shumë e vështirë, po. Sa ndihmon ky turnament kaq i madh me nivel kaq të lartë të organizimit për brezat e rinj të cilët duan të futen mundjes në vend? A ju jep kjo pranje sigurisë? Është një sport që ja. Besoj që do ndikoj pozitivisht tek rrethi jonë, besoj që edhe në të ardhmen pasi vitin e kaluar kur kemi organizuar turneun, edhe vitin e kaluar ka qenë një pjesëmarrje e madhe, me njëherë pas atij turneut, me të vërtet ka pasur interesim të madh që kanë ardhur, me njëherë ditën e nesërme në trajning, interesimi ka filluar të rritet për çdo ditë, pasi që ka ndikuar, sidomos edhe reklamimi i turneut, promovimin që ja kemi bë, edhe çdo kush e mendon si të arrije deri tek ajo medalja e fituar, mendoj dikush vjen e provon, nëse nuk e gjen veten të rriqet, por ato që janë më konkurues aty janë. Mos e mendoni që e keni Jasinin këtu afër, dua një pyetje, çfarë ju ka mësuar dhe si ju ka mësuar Jasini që të përballeni në ngjarje kaq të mëdha si kjo që është nesër? Si ju ka përgatitur? Neri në ka përgatitur me stërvitje, të mos të ndërzohemi, të luftojmë deri në fund, të jemi të bindshëm të përballemi me kundërshtarë më të mirë dhe më të mirë të nga jashtë shteti, nga vendi dhe që të arrijmë rezultate të mira, të përfaqësojmë klubin, shtetin apo të gjithë. E shqiptarët me një fjalë. Amit, ty si të ka mësu Jasini? Çka të ka mësu më së shumti? Mua më ka mësu më shumë trajneri për të luftuar për pikë dhe deri në sekondën e fundit, mos të dorëzohemi kur dhe të jemi krenar me rezultatin tonë. A e pret më shumë përvojën apo medaljen? Dy. Të dyjat. Çfarë mesazhi do t'ju përcjelli gjithë atyre që po na shohin dhe duan të ndjekin këtë sport, edhe t'i ftojmë të gjithë nesër në ora 16 është fillojnë garat finale në ora 16, kurse në ora 11 fillojnë garat eliminuese, kurse në ora 16 dhe jetë edhe hapja solemne, luftat finale fillojnë pas orës 4. Pas orës 16. Po, unë i ftoj të gjithë ato sportdashësit, të gjithë ato që e dojnë sportin e mundjes, që të vinë nesër, t'i përkrahin mundësat tonë, që t'a shohin se si mundësat tonë kanë arritur kaq rezultate se këtë vit ne kemi vendin e 5 në Evropë. Kemi medalje nga kampionati Ballkanik, Miraz Mustafa, Abdulaziz Azizi është edhe i 5 i kampionatit evropian. Klubi jonë është shpallur kampion në Maqedoni. Unë i ftoj të gjithë ato që më afër se kësaj radhe që t'i përcjellin këto sportista që kanë kontribuar shumë për vendin tonë, po edhe kanë dhënë maksimumin, t'i shkojmë, t'i përkrahim nga jashtë, nga afër, t'i motivojmë dhe shpresojmë që edhe këto nesër që edhe t'i brohorisim kur të bëjmë kampion, se unë jam e bindur se të thashë edhe parës, nuk e di pse kam atë besimin se njëri nga djelmosha tanë do jetë nesër kampion. Do është ta një vend tjetër ja lem shteteve tjera, po nuk i lem ato vendet kyqe për të tjerët.
Ju falimderit shumë Djelmosha që ishit me neve, falimderit shumë që na bëni krenar gjithmonë, falimderit shumë që jepni maksimumin, që jeni aq të disciplinuar, se kur më thatë se çfarë ju ka mësuar Jasini, unë jam e bindur që gjën e parë që ua ka mësuar është disciplina, të jeni sa më të disciplinuar në këtë profesion, sepse çdo perfeksionizëm e kërkon edhe përkushtimin, disciplinën, dhe ju Djelmosha e keni bindur këtë gjë me gjitha ato çmime dhe medalje që keni ardhur. Nesër ju urojmë shumë fat dhe padyshim me shumë medalje. Faleminderit. Jasin, falimderit shumë, për uroj për organizimin, për uroj për gjithat stres që e ke këtë periud, nesër do të i kalosh, nesër jam e bindur se pasit mbaron ajo do ndjesh një farë krenarie se i na u dha mundësia me kaq shumë pjesëmarrës të organizojmë edhe ne, të tregojmë edhe atyre shteteve ku vetë kemi qenë pjesëmarrëse, se edhe ne dim, edhe ne mundemi dhe edhe ne jemi një koqir, jemi zemër bujar dhe dim të mirë presim, dim të organizojmë dhe gjithë shka të jetë në masa ndërkombëtare. Faleminderit edhe nga ana juaj. Faleminderit.